Kleopatra ishte e bukur. Kleopatra e 7, faraonja e fundit e Egjiptit të lashtë, ka qenë për herë një figurë kulturore e njohur për bukurinë e saj. Kjo ide është shpërndar nga gjithkush, duke përfshirë shkrimtarin William Shakespeare. Megjithatë, monedat e Romës e tregojnë Kleopatrën me një hije mashkulli, punë të madhe, mjek redal dhe buzë të holla. Në asnjë kulturë nuk është tipi i bukur për një femër. Nga ana tjetër, asaj nuk i mungonte inteligjenca. Burime bashkëkohore theksojnë se Kleopatra ishte karizmatike dhe e zgjuar, si kundërshtim ndaj qenies së bukur. Të fiksuar pas vdekjes, duke lexuar për egjiptianët e lashtë dhe piramidat e tyre, mumjet dhe zotët, është e thjesht arritja e përfundimit se ata ishin të preokupuar për vdekjen. Në fakt, asgjë nuk mund të jetë më e larg nga e vërteta. Për shembull, shumë nga vizatimet brenda varreve janë festime për femrat, gjuetjen e peshkimin. Për më tepër, stolitë e kushtueshme të varrosura bashkë me egjiptianët ndihmonin që ato të arrinin jetën e përtejshme, ku do të vazhdonin punën e mëparme pas një lloj lodhje. Mumifikimi është një mënyrë për të mbajtur trup të gjallë, gati për këtë formë ideale të jetë e përditshme. Qartësisht, egjiptianët ishin të fiksuar me jetën dhe jo vdekjen. Alienët. Ka njerëz që besojnë se egjiptianët kanë qenë në kontakt me alienët. Ato thonë se piramidat janë punime mbi mundësinë e njeriut, janë figurat e alienëve. Kjo është thjesht një sharje për egjiptianët e lashtë, ndërkohë që piramida e madhe e Gizës është matematikisht mahnitse. Ndërtimi i saj nuk ishte përtej intelektit të astronomëve, studiuesve dhe arkitektëve të kohës. Edhe pse piramida e madhe e Gizës qëndroi ndërtesa më e lartë për 4000 vjet, nuk do të thotë se egjiptianët ishin shok me alienët. Do të thotë që asnjë kulturë tjetër nuk mund të arrinte forcën e egjiptianëve deri në shekullin e 19. E zbuluar plotësisht. Shumë mendojnë se kemi gjetur gjithçka përmbi Egjiptin e lashtë dhe egjiptomologjia është një lëndë e vdekur tashmë. Kjo është e padrejtë. Gjetjet vazhdojnë e bëhen çdo ditë më shumë në Egjiptin e lashtë. Për shembull, një varkë diellore është duke ekstraktuar nga piramida e madhe. Mendohet se kjo varkë diellore do të lejonte faraonët të ndihmonin zotin Diell, Ra, në betejën e përjetshme kundër demonit të errësirës Apep. Hieroglifet. Njerëzit mendojnë se hieroglifet u shpikën nga egjiptianët e lashtë. Megjithatë, hieroglifet primitive u futën në Egjipt me anë të sulmuesve të Azisë Perëndimore. Një mit tjetër i furnizuar nga piktura e gjarprish është që ai hieroglifeve përbënte një gjuhë për mallkime dhe magji. Në të vërtetë, për më shumtën e kohës, ato u përdorën për përshkrimin e historisë. Mallkimet janë gjetur rrallë në varre dhe shumica e tyre pa efekt. Faraonët vrisnin shërbëtorët. Kur faraonët vdisnin, shërbëtorët e tyre nuk u vrisnin për t'u varrosur bashkë me to, ndryshe nga besimi i përgjithshëm. Ka patur vetëm pak raste. 2 faraonë të dinastisë së parë të Egjiptit kanë urdhëruar varrimin e shërbëtorëve të tyre me torë. Faraonët e mëvonshëm ndoshta kuptuan se shërbëtorët e tyre do të ishin më të nevojshëm gjallë sesa vdekur, kështu që ata u varrosën vetëm me shtabis, statuja që duhet kryenin rolin e shërbëtorëve në jetën e përtejshme. Piramidat u ndërtuan nga skllav. Ideja se piramidat në Egjipt u ndërtuan nga skllav qarkullojnë nga koha e historianit grek Herodotus, i cili raportoi këtë gjë në vitin e 5 para erës sonë. U konfirmua si ide e gabuar kur ndërtues të piramidës së madhe të Gizës u gjendën të varrosur pranë. E qenia të varrosurit pranë faraonit ishte një nder i madh, asnjëherë e dhënë skleverve. Ndërtuesit e piramidave ishin mjeshtër egjiptian dhe jo skllav të Hollywoodit, siç tregohet në filma. Mallkimi që binte mbi ndonjë person hapte varrin e faraonit Tutankhamun dhe ishte një triumf i medias në ato kohë. Miti që është një mallkim nga Tutankhamun vrau sponsorin Lord Carnarvon dhe pjesëtar të kësaj ekspedite. Edhe pse disa kanë dalë me shpjegimin e gazeve të mbledhura në varr nga dekompozimi, vdekjet nuk ka nevojë për një shpjegim të madh. Vetëm 8 nga 58 veta prezent në zbulimin e varrit vdiqën brenda 40 viteve. Lideri i ekspeditës Carter, shënjestra më e dukshme, jetoi për 16 vite të tjera.